pastaj do të replikoj. Gjithashtu, objektivat kryesore është modernizimi i infrastrukturës arsimore, përfshirje e teknologjisë në mësimdhënie, mbështetje për nxënësit dhe studentët me potencial dhe gjithsesi pilot projekti për mësimin gjithditor, ndërtimi dhe renovimi i shkollave klasa digjitale, laborator shkencor, shkolla të pajisura me internet falas dhe platformë online për mësim, bursë komunale për nxënësit ekselent dhe studentët me nota të larta, programe profesionale të IT-së, bujqësisë, turizmit në bashkëpunim me sektorin privat, krijimi i hapësirave shkollore për gjithë përfshirje, sigurimi dhe ngritja e cilësisë në mësimdhënie dhe mësimdhënie përmes ekipeve profesionale, organizimit, trajnime profesionale dhe kështu me radhë. Gjithashtu, prioritet dhe një ndër top prioritetet e Partisë Demokratike është ndërtimi i shkollës shtatmorsi, aneks ndërtimi i shkollës dëshmorët e Gerikosën dhe Gerikos dhe aneks ndërtimi i shkollës rilindja në Përbisht, siguria në shkolla, sigurimi fizik për 3 shkollat e mesme, sigurimi i udhëtimit për mësimdhënës me kritere caktuar, digitalizimi i shkollave, gjithashtu ndërtimi i qellës publike, ndërtimi i qellës në qytet dhe një në Blac, dhe vizita të rregulla shëndetësore për gjithë fëmijët në kopse dhe qelle, të cilat nuk kanë ndodhur asnjëherë deri tash dhe ne mendojmë që dhe replika ishte? Po. Pra po rikthehem, por nuk po duam ju rikthy temën sepse në fillim kryetari më arrej i hapi tema të ndryshme, sidomos edhe për arsimin edhe për ndërtimin e qellave, kështu që janë ata 2 kundërkandidat që sot s'kan ardhur sepse ka fillu faza e eliminimit politik. Ka fillu? Po, ka fillu faza e eliminimit politik, po flas, kështu që jem sot vetëm me kryetarin Muharremaj dhe me 12 shtator do ta eliminoj politikisht. Kështu po do përmendoni edhe në ballotazh apo? Do ta eliminoj edhe politikisht, edhe kryetarin Muharremaj. Ka premtuar sigurimin e shkollave, sidomos në 3 shkollat e mesme, që janë në qytet, nuk e ka përmbush sigurimin fizik, ndërtimin e shkollës e ka premtuar qysh në 2021 nuk e ka bën. Mini fusha me barë sintetik mushtisht nuk e ka bën. Ndërtimi i pollazit gjimnazit Jetë Are, aneks sterilinë